Selam aleikum, si të gjejmë motiv për të qenë më afër fesë në rini? Aleikum selam rahmetullahi barakatuh. Kjo është pyetje më e rëndësishme për arsye se rinia është koha më e rëndësishme e një djaloshi ose një vajze që mundet me deviju. Devimet në rini janë shumë të rrezikshme, sidomos në kohën e adoleshencës. Vetmja gjë apo i vetmi shpëtim është rahmeti Allahu xhelle shanuhu me ka plu robin. Por ti duhet të jesh i sinqert me Zotin xhelle shanuhu. Asnjë veprim mos me marr me nguti, me eufori, me shku me u konsultu me njerëzit më të mençur, sidomos me hoxhallart. Pastaj shtoje leximin. Lexo sa të mundesh, po ashtu edhe nga ligjërata të hoxhallarëve ke në internet sa dush. E rëndësishme është edhe me urujt nga shoqënia e keqe. Shoqërohu me njerëz të xhamisë, të cilët e kanë frikë Allahun xhelle shanu. Nëse arrin mi shpëtu shokëve të këqij në rini, edhe me u shoqëru me një shoqëni të mirë që e kanë frikë Allahun, që rrinë me ty në xhami, shkojnë bashkë në xhami, flasin fjalë të Zotit edhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo është kulmi ose ajo gjëja më e rëndësishme që ti më kon stabil në fe. Po ashtu mos harro edhe fjalën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili ka përmend, ka thënë se në ditën e kiametit nën hijen e arshet Allahut azza wa jall është një djalë i ri i cili është rrit në devotshmërinë ndaj Zotit. Është rrit. Pra, një i ri i cili vjen në xhami, përpara unë kam dëgjuar pleq të thonë namazi i triut është ban dritë. Shumë reflekton sikurse drita në terr natën, që reflekton shumë ka ndikim drita, domethënë e bën dritë për rreth. Kurse namazi në pleqëri është sikurse drita me dhezën pikë dillit. Domethënë nuk bën shumë dritë për arsye se ai plaku s'ka më ku me shku edhe shkon në xhami. A është kjo nënçmim edhe humbje motivit për plakun? Jo, nuk është. Po kjo është motiv për triun. Se njëri i cili jetën e ka përpara, mashtrimet përpara, shejtani e ndikon shoqënia keqe, rrethi i keq, ka ëndra, ambicie të rrejshme shpesh, edhe prap i te i kalon, i thën, i mund të gjitha këto dhe vjen në xhami mu fal, padyshim që namazi i tij është më i vlefshëm, më i rëndësishëm se sa i një plakut. Pa nënçmu edhe respekt për të gjithë. Pra pa nënçmu plakun. Prandaj them, nëse keni arrit me gjetë një shoqëri të mirë, mbahuni për ta. Lexoni, mësoni edhe mbani veten afër Allahut azza wa jall. Jeta është interesante, shumë e shkurtë, edhe ata që kanë kaluar nin siç jam unë, e dinë çka do të thonë nëse arrin me qëndru stabil në këtë kohë ose në këtë moshë.